Përshëndetje të dashur miq të emisionit Familja Jon, mirë se po ju takoj në terminin ton të rregullt të dieleve në ora 16. Të dielën emisionin Familja Jon e nisim me radiologën doktoresh Shkëndije Nuza, me të cilën flasim për metoda diagnostikuese të sëmundjeve të gjirit. Nuk identifikohemi të gjithë me sëmundjet e gjirit, kanceri i gjirit, se problematikat janë të ndryshme. Duke filluar nga sëmundjet inflamatore, ndryshimet benigne që janë shumë shpeshta, sidomos të moshat e reja, ato janë shumë palpushme. Në bllokun e dytë flasim për përdorimin e duhur të suplementeve dhe medikamenteve me farmacistin Fatos Lushaku. Qysh e shpenzojna vitaminën D natyrale, edhe këto që e marrëm jashtë, edhe kjo shpenzohet. Kështu që mirë është të merret një dozë ditore, nuk është mirë të merret me hekurim me kalcium, që shumë njerëz edhe bëjnë gabime. Në rubrikën e tretë mësojmë më shumë për programet e shkollës finlandeze, regjistrimet dhe zbritjen që ofron shkolla për audiencën e Familja Jon. Kemi edhe hapësira shtesë, si pishina e notit, hapësira e fitnessit të brendshëm, i cili do të jetë pak më ndryshe. Në pjesën e 4 cilëm këshillat për diagnostikim nga Royal Imaging Center bashkë me Dea Deçanin, teknike të radiologjisë. Në fund në Kuzhina Jon, Albulena Shabani Ilazi na sjell recetën e përgatitjes së kefirit dhe të mirat e saj. Takohemi të dielën në ora 16 në Kanal 10. Ky emision mundësohet nga Pozhegu Brothers, Klinika Gjermane e Syrit, Pinea Medical Center, Poliklinika Da Vinci, Royal Imaging Center.